është problem të shkosh në jug në një hotel, sepse nuk mund të shkojmë ne. S'mund të shkojmë, do shkosh në një hotel banditi. Do shkosh në një resort trafikanti, është të merë. A e ndoj që çfarë ndodhi në Sarandë javën e kaluar? Që u bë vrasja banda. Shkoni në Sarandë dhe pyesni. Shkoni në Sarandë dhe pyesni. Bandat kriminale kanë rrëmbyer çdo gjë dhe pronat I ndajnë ata. Kush kundërshton plumbin ballë? Kjo është paketa e këtyre që ju ja ofrojnë shqiptarëve. Paketë shumë dimensionale. Paketë në krim, paketë në drogë, paketë në korrupsion, për çdo gjë. Nuk mund të ketë qenë njerëzore të dyta në këtë botë me një etje kaq të madhe për të vjedhur sa që janë këta. Pa ne po I pyesim sot, ore a dini gjë ku shkuan ato 100 milion eurot e fshatrave turistik? Se ja po ju them unë nga Vijun, është fshati Shishtavec është një nga 100 fshatrat turistik. Po shkoni shikoni nuk ka ujë, nuk I keni çuar ujin. Është rënuar ujësi, është pa ujë. Çfarë turizmi? Po shifni fshatra të tjerë. Pra, çdo akt që kanë ndërmarrë, kanë vetëm vjedhje, s'kan asgjë të saktë. Por porta e Alpeve për veriun. Po mirë, shkoni shikoni veri në zonën e Dukagjinit, shkoni shikoni në Malsit Madhe, në Tropoj, në Has, në Kukës, në Dibër. Janë shpopulluar nga keqeverisja juaj të gjithë fshatrat. Ka një rënim, një shkretim të frikshëm dhe të dhimbshëm. Të dhimbshëm. A ka qenë skenari juaj? Po, të shpopullohen, të shkretohen, që ju pastaj të rëmbeni çdo gjë atje. Ky ka qenë skenari juaj. Dhe pastaj flisni ju për turizëm elitar. Po veriun e keni tërësisht izoluar. E keni dy trar I keni vendosur veriut. Dhe kush guxon të shkojnë veri duhet I keni vërë blokad ju, as kush tjetër. Dhe po planifikoni edhe trar të tjerë për t'i vendosur veriut. Ju që flisni këtu për veriun. Ky pra është. Po pse cirkuituar ju Alpeve dhe veriut t'i rregulloni rrugët? Shikoni rrugën e Kombit, veç flisi për veriun. Kur ne dolën opozit, segmenti Milot Rëshen Ngeli pa përfunduar. Keni 14 vjetë, pushtet se keni bërë pse, urreni veriun. Ky e urren veriun. Ky Ajatullah Surreli. Dhe atje ku janë ato rrugë ju prap taksa. Liçene të ndotura, e pat liçene e Kuksit, se I thonin turist në Kuks. Ku dënotojnë ata turist Kukës? Në për mbetjet plastike që është I gjithë sipërfaqja e liçenit. Pse shkoni të pastroni? Pse s'rregulloni rrugët? Pse nuk rregulloni shëndetësinë? A e dini që veriu shkoni gjithë në Malzi ose në Kosovë? Për një hall shëndetësor sepse nuk ka kushte spital. Përfundoni ju lutem. Spitalet janë Varreza. Po para se të flisni për këto, pak të kujtoni për ne shqetësim dhe hall qytetarëve. Po ju nuk I keni këtë hall. Ky ju keni vetëm një hall. Të shpikni terma, të shkruani letra dhe vetëm të vidhni. Por mos harroni, dita juaj e fundi juaj, dita juaj po merr fund. Fundi juaj do të jetë shumë I shpejtë. Por po ju themi gjë, do jetë fundi më I keq që kanë hasur në herë politikanët në këtë vend, që kur është themeluar ky shtet. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Antoneta Dhima, përgatitet zoti Tritan Sheu.